Për mua, si lojtari më i ri në ekip, si një 19 vjeçar, dhe me thonë në ndër klubët më të mira në rajon, për mua është një privilegj shumë i madh, pikëpari të luaj për Shkëndijin dhe të përfaqësoj adres, Kuqezi. Dhe sa i përket titullit është një ndjenjat janë papërshkrueshme, unë e kam prit edhe vjet, po ja që këtë vit ishte e shkrua për ta marrë titullin tim të parë në karrierë dhe jam shumë i lumtur. Dhe ishte një sezon me shumë mund të them me disa probleme, por gjithmonë kemi qenë në vend të parë, kështu që jam shumë i lumtur. Si kaloi festa e titullit? Fest kishte edhe kundërlojës me Rabotniçkin, tash edhe bas lojës me Sileksin, fest shumë e madhe, një fest, domethënë një fest shumë e madhe në Tetov. Të tifozët ishin të pranishëm pasi. Po, dhe ishte një organizim shumë i mirë, Shkëndia nifet për këtë organizime. Të pëlqen zëri Fatonit kullit tret ashtu? Po, atë ka... Anes, Melici... Po, më pëlqen dhe më motivon shumë.